Ky emision mundësohet nga Podravka. Musím të tepru. Shkojmë. Vet. Shumë e shishme. Qëta për akri. Mirë mbrëma për të gjithë ju shikues të dashur. Jemi me një edicion tjetër të emisionit Pasion e Profesion. Jeni bashkë me mua Ariana Berishën dhe sot do kemi mysafir tjerë. Doja u zbuloj tani, po e thrasim së bashku Lulzim Bucollin dhe të shohim se kë e ka sjell Lulzimi. Hajde të hapet dera. Ku është Lulzimi? Regjia. S'kemi Lulzim. Që më shkallove? Se vëllaj. Qka po bën këto? E gjeta një tunel të msheft dhe hina kënej tash të ndrojna pak. Tash dhëtë me dolla nina, a? Dush me dollë. Po ma si qëto, po e sjellun shportën edhe meri gjërat këtu nga ETC-ja s'pari. Unë e drejt hina në dyqan, kështu që ma bjen ti mu shportën të marrë në shtu qapu. ETC-ja ka gjitha produkte, gjithashtu janë me çmime shumë të arsyeshme, mund është me gjetë gjithë shka, kështu që po t'lone ty me zgjedh edhe pastaj e thrasim edhe mysafirin që e ki përgjedh. Po, na kena fol me regjinë, e kena ru pak formatin e emisionit, njoftojna gjatë... Pa e ditone. Po, jo, tash ti veç ki mu befasu, peanut butter, oh, this is my favorite, Lada Gold. Shokolad. I ke produktet nga tu ju. Po, edhe pak misër, this is very good. Unë e buna shërë me njare. Ja, nise me bo shëra, lutëm s'ma prek dyshane. S'po e di formatin e ri, apësha a ki ndru, pa e di tone. Ka të drejtë, asë nuk e di, jem të eksperimentu të këshirëm qa po bojna. Unë jem shumë i gëzum që ku marrë në emision. Kam qenu në këtu një 11 epizoda për më duket. Kishe ku më dheqe, ku më gatu. Po më do këtë që s'moj men kur gjë që akum gatu, veç diçka po. Po shpesojmë që sot recetën që na të regono Andi, dush me dit. Recetën e sotit ta? Kanë thonë që diçka prej detit vjen. Po e lojmë Andin me na të regu, hajde t'i kneja, po dalë tash. Hajde se po dalë. Apo rrinë qa të? O, ma shto që anej se më dhëtë me bo një farë këcimi, nëse ndodh naj skandal, shkojmë viral, okej? Hajde. Yes. Mirë se erdhe pra kështu zyrtarisht. Se ju gjeta, falimderit. Po zona që më keni mirë prit, ekipa këtu. Është knasimet pas këtu në studio. E knasia shumë, e jam. Me uri këthy, po mendoj se tash na të regove që edhe ke qenë. Po këne ke cilë sajtë? Sa dhe më cilë një shok timin vjetër të qytetit Kamenicës, ku jemi rrit bashkë me ta, e kena kry shkollën e mesme bashkë, edhe vazhdojmë sot me punu bashkë me kompaninë tonë që punojmë me bojmë tajnime. E kam Besnik Leka. E mirë presim edhe Besnikun. Hajde Besniku, ka e kemi Besnikun. A tjetë më nalena a knena? Besnik, mirë se erdhe. Mirë se i gjeta. Është knaqësi me të pasi në studio. Mirë se më prulli me kërë edhe u taku këto. Besnik, Lulzimi i ka marrë gjërat nga ETC-ja, sepse ma ka ndru planin krejt. Nuk ka i ka dera, po... Tash edhe mu ma ka ndru recetën, forë marrë tjerat. Po është e mira që ETC-ja i ka gjitha produktet, edhe i ka me çmime të lira, po edhe mund është me zgjedh çka dush tash këto. Okej, ma shumë se një herë, dhe më thënë. Ma shumë se një herë. Nuk keni nevoj me kursy. Kështu që masi, veç i ka marrë Luli produktet, Luli po të ftoj me u reatutin e vendin tënë, edhe ka sjell shportën, Besnik. Okej, dhe më thënë. Po, do të marrë në veti, Luli në veti. Po. Jeni ndoha masash, jeni duke garu. A e gatë me u svidue. Ja marrë të njëjtë atë edhe une. Për gatim, më të kalzu drejt, Besniki është fantastik. Shtu që se di që shko me adol, por nashta muj me hi në YouTube, pak me këshyrë, tu gatu, tu po, tu bo. Tu po, po nuk kemi YouTube. Ska YouTube? Sot jo. S'ko na bën interneti diçka. Po eksperimentoj, nashta në animon dikush. Nuk ka me kopju. Nuk ka me kopju të thotë. Unë e shikus të dashur, derisa buan gati Luli dhe Besniku, po ndohemi për një blok të marketingut edhe kthehemi vetëm pas pak.
E shikues të dashur, u rikthyem pas bllokut të marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion, e po i shoh Lulin bashkë me Besnikun tu bo diçka, tu bo si gati, hala s'kam fillu kur gjo, po unë du me a qit një qaj andit nga Podravka, sepse është diçka keq me fytin, nuk e di qka ka, po shpresoj që i kalon sa ma shpejt. Andi, si je? Mone qaj kamomil. Qaj kamomil ndihmon tash në këtë kohë. E unë për derisa e pen edhe andi qajin, kësha do është me ndëgju një muzik nga duo jonë fantastike, Urimi dhe Elma. He left no time to regret, kept his lips wet with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled track, my odds are stacked, I'll go back to black. We only said goodbye with words, I died 100 times. You go back to her and I go back to us. I love you much, it's not enough. You love low and I love up, and life is like a pipe and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words, I died 100 times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words, I died 100 times. You go back to her and I go back to. I go back to black. Edhe me dur të lakta, tu e la, tu e shpërla, tu spinajtë. Bravo, bravo! Edhe duar trokitje për juve dëve, faleminderit shumë me këtë performancë fantastike si gjithmonë. Unë po i shoh Lulin. Salmonin, jam të e bo salmonin me lëtë. Pa konga dhe më shme dhe s'musha. Kema eret shumë i mërzit që. Unë tash kësha dash me ftu Andin edhe me nga të regu pak ma shumë detaje se qka kemi përgatitur sot. E Andi, po riktone pak. Kemë rëma mirë sabë. Mëzimi veç e tregoj që sonë të ka salmon. Në përgatit sa të më kemi vendosë mi bo 2 receta me salmon. Sigurisht do të shoqoj me melmesat e Podravkës. Luli më ka thonë që jemi mirë në kuzhinë, sonë të ta shikojmë. Qa kom thonë? Unë e kom folë qashtu a? Unë e kom thonë, kom gabu. Mirë kuzhinë për me hongër. Besniku tregoj Luli që është shumë i mirë në kuzhinë, po tash po e presim, po e shojmë në fund rezultatin, edhe çka po na pëlqen më shumë. Sot kena me zgjedh për një me. Okej. E në ngarë serioza? Garë serioze. E kom pagu për me thonë jemi mirë. Faleminderit shumë Andi. Besoj që kanë me pas të lehtë edhe mysafirët tanë për me përgatit ushqim sot. Besnik? Po. Fillove veç po mdo këta po. Po filloj me hudrën pak me ratu. Okej. Që mja i kjerën ma herë, tani ma vonë mos me nifërt. Po para se me fillu mos parojna diçka. Hajde, Për parësët. po që. Për parësët i keni.
për me imbrojt teshat. Kurse ki nanën me veti me thonë që të djali jem. Qatë një zëvendësim. Këtu për ju lajmëroj, për ju të regoj që më kujdes për robat e juaja, për shë dhe lullëzimin duke... Po mu ishtë mi marrë me veti, Lull. To, pa super. Janë nga Podravka, kështu që mundeni me i marrë. Pse jo? I keni në shte kur të përgatisni. Po, apo më tregoni se qysh njeni ju dëtë? Cili po do me më tregu kështu, cili e tregon storën ma reale? Sa herë që të na pysin e ndrojna. Ose njoni nuk i tregon detajet. Besniku e ka zë ma mirë, e ka tregjun ma interesant, që e kum taku. Po, fillim, ja kena njës, unë e Besniku ju nga konë entuziast, kena lutë basket shkullë të mesme. Mas nej, unë e ka pos një qik në klasë që më ka pëlqy mu shumë. Okej. Edhe, ku konë që arsye pëse një kumë folë Besnikut, po edhe ka pos shëshnin e mirë, po të isha mu interesu për atë gocën. E isha qështaj që i ka qa për bëne, sene. Po, qështu shëshnia ka dole nga njoftu pak, edhe ja kena njës pak misionit njejta, si trajnera kena punu një kodë gjatë, po këtë kjo ja ka njës prej Kamenicës, mas në i në ardhë Prishtinë. Po më intereson ajo goca. Po, ajo martu dhe ka fëmi, u rahatu, ajo ka qenë si fling i hershëm fillestar. Do me thonë veç kaq? Nuk ka dhes, po kjo mi ka prish punë, garant. Më të ka të dojmë se aprish shikës punët. Po dhe s'ka desht me dënu shoqen, ose dëmtoj shoqen tem, edhe që. Edhe kështu filloj gjithë shka, edhe si partner biznesi, edhe shok të jetës, më i me thonë kështu. Ko gja shok vjetër, njeri nëse ka fatin me pas një shok kështu për një kohë gjatë, për me është i lumëtun se besën dikujt shumë të afërm edhe një është ma mirë. E din që është me pas një shoq apo një shok të afërm. Që me Besnikun, ko gja shumë gjana ku mësu prej tina, edhe vazhdoj me mësu, është temperamentin e ka kundërt me mu, që është një farë balansi mirë, edhe ne udheqëm një biznes, Besniku shumë ma i qetë dhe ma i matun, unë jam shumë ma temperament, që shumë të nejtë, vish kur të bëj një salt. E pa me më ma herët, kam pa edhe krejtë shikusit, ata të cëtë nuk njojnë, sepse po besoj që tashmë të njojnë shumë, edhe në bajzë të karierës tënde si artist gjitha. Kum kallë. Lulje ka që të mirë së është pak ma gjallëneka, dhe më pavarësisht që një mi qetë, po mësë mu konë këta një jesin sanet shumë vizë, se unë e shumë shkajtë edhe kë pak këtë disbalancin që e kemi, dhe më thonë e balancëm një tjetërin të kundër tënë, po besej edhe së të mos edhe si shok, po edhe si partner në biznes mund të vynë me që në të kundër tënë, se kur pajtohesh për gjithë sen tani nuk bjen inovacion. Plus minus. Po. Besnik, po qka kujton ma shumë të i prej kohës kur keni qenë në Kamenic, 2 shok, 2 entuziast? Paj, edhe ajo qka në Kamenic, Luli është një 2 vjetë ma i vjetër se une, po kem fillu herët edhe mu marrë me organizata me shushni civile, përveç sportit, idea u konë me organizu aktivitetet ndryshme, e herët pa të në fillu me punu bashkë, qysh në shkollë të mesme, pak në vitin e 3, kem fillu pak në Prishtinë me punu dhe kem lëviz Prishtinë Kamenic, edhe tanja edhe që ka vazhdu, nga përnojmë që sa ko, 2 na ka ra me shku me studio dhe në Amerikë, jemi këthy. A keni qenë bashkë në studime? Po, veç Luli ka qenë ma gjatë, më thonë kom qenë ma shkurt, e kom vizitu veç një javë. Veç një javë. Po besoj që prej asaj një javë keni shumë që ka me të regu. Po, e vërtet, po i nga konë shumë studentat zellë shumë ashtot, më thonë kjo u konë New York, një konë New Hampshire, një 5 orë largë më duke, të si sa u konë. E jem pa, më thonë një javë, tani i kena këty studimeve. E tani kërlejmë këty në Kosovë. Po për atë javë. Se kam me ka të dhëtë ka garantë. Unë ka ardhë New York, po qatë shumë, kjo e ka pas programi shumë gjeshën, unë e kom pas pak ma të shkepo, një vjetë e të shka, kjo një 4-5 muja, 6 muja, disa ka pas, ka ardhë New York nuk kom njoftë, kom qilë për bire, mas parë se New York nuk ka gjithë shka aty sigur, edhe e të shok kusho kjo njeri, si në ardhë drejt për i zallit, Middle East, që kash mi e këra i kësh boj, kësh në qaravesh, ljok, sytë në birë, di shka i qaravesh, shumë. E kish munu në universiteti. Por njëtë se ku po që ashtu edhe më të shumë. Edhe zesha me argju para se shtrejtë më rru atje. Të vrit me arnë Kosovë. Amo, u konë përvoj fantastike. Ta një akum kalëzu pak jetë në New York, ati u qarave shumë
shumë zbashku, ama mas bare shumë... Qysh ke jeta New York? Mas bare shumë këto të Meksikan shtinëm në vi, edhe jetuam po, e këmë që veç në për neja, nuk jam ka zotë të pjesë të fështirat New Yorkut, neja, aty u qarave shumë pak edhe a i shqiptari mrena tradicional që i kena si cili për neve, na që përthej, kështë, puf. New York. Ama u kanë përvoj e mirë, aty me mësu me pa, përveç shkollës u kanë edhe përjetimet që i kumë pas aty, mas ne jatu jo një ide që me shpres të i shfrydzu tash bashkë kemi të shfrydzu në Kosovë, me implementu diçka të re. Kuptot, na e kena me kompanin tonë theta, e kena sigur ploshën e shpëretit, edhe kur punoj me klient, të më qfar evente, qfar aktivitete, qfar trajnime që apo doni ploshën nish, apo doni në gjash, andësh, sa apo doni me nëzej ploshën. Po, e kemi pojtë që keni aktivitetet shumë ta, edhe për biznese, po, qësh po shkon krejt kjo? Qësh po shkon bashkëpunimi mes juve dëve? Tash, të lom pak ana është edhe këtë punën e shoqënisë, sepse shoqënia në partner biznesi ndryshon pak, apo jo? Sakt, po qërë edhe biznesi është asësoj që kërkon njerëz me punu bashkë, edhe qaj është e mira që përmëne qka do që kemë bo, se si shoqëni që na mundu me kryu një farë fryme pak ma tre, e kanë kuptu edhe njerëz tjerë, dhe më thonë se edhe biznesi është komunitet, sot biznesi, më për para ka nda shumë biznesi puna 8-8-8, po e dim që kërë kalon një kohë gjatë në punë, në fakti edhe njerëz dhe studio se këta i ki familje, dhe më thonë edhe kanë herë, pash për familjen tonë dhe biologjike nuk po tjetë shumë kohë edhe energji me folë me ta, në fakt kjo po të bodë nështë ta ma primare, edhe që kjo është ideja se qysh me bodhe që ta ambient të rehat shumë, në thonë pse duhet me dalu puna për shpis, e ke vrejt që ko shkojmë zyre me nërë trupit ngrehet, që me nejtë normal, se është dhe një ambient ku ti dush mu një rehat. Edhe kjo po bese ka bo thejtën edhe aton që kem nis me pas sukses, në vitin 2020 e ka nis Luli, ku më bashkan gjiton, tash po thuj se jemi bi 60 veta staff, edhe është aja rahatia që është kryu, edhe kjo e jep mundësi të se cilit me pru ide inovative. Nuk ki nevoj ti me dalë aj pishtari me ovheq për se cili ka gudzimin me marrë dhe me kontribu. Po, kur jemi të koha, kur jemi tash edhe të biznesi, të punë të tjera, sa ju del juve ko me përgadit në shpe? Jo, në fakt, sa në parë në zyre, kena ndërtu kuzhinën. Në para se një qitë tavolinat në komiter, dhe me thonë, na kemë bo kuzhinën, edhe në fakt, ko gjo shpesh edhe ka tujnë. Adhurues ndaj të ushqimit, do me thonë? Po edhe tjetër është se një me, është një apsire madhe, zyra që e kenë, stafi kalon shumë kohë aty, pse mos me ushqy edhe vetë. Me hongër diçka qënet shumë, se din që e dojmë punë edhe ka hapsin në përveç ushqimit, na përdojmë edhe vetë për me bo yoga, për me bo meditim, bojmë ushtrime, dhe më thonë e kemi këthy edhe në aktivitete fizike, sportive, edhe në ushqime dhe gjithë shka zyre, dhe më thonë all in one i farforme, veç shpisi tirë mi telefon se së më përvinë kanë, herë, për ata i marim. Edhe ata në do një aktivitet pëse jo. Lull, për ti sa ki ko me përgatit në shpe po flasim, se dim që tash për shkak të angazhimeve të shumë ta dhe nuk kemi shumë ko me përgatit, po besoj që janë do një ko dhe ushqimit shëndet shumë. E kom si me periuda, unë e kom për mdoke një 5-6 mujë zdi mu nalë të gatu, mas një 7-8 mujë, një vjetë, shumë pak. Të sa heq, tani, për mdoke të qashtu është si shqiptarë që të në me hova, që është nga bjenë puna e gatimit, por shqyqyrë tash i kena në zyre atë kuzhinën dhe ka njerë pregadit me senet, vogla e senet, po për me pak problem se po të vynë kohë, duhet me shku me i ple senet, me pregadit, një me nresh, me bo shumë punë. Kështu që pak pregaditja është pak, nëse nuk e ki profesion tonin, merë pak ko. Merë pak ko, po është relaksu, se është... I ka ketë mirat, e bërës. Unë them është artë kuzhina. Me pregadit ushqim është. Arsytim pa lidhe me thonë, gjdo sen të merë ko, po veç me paramenoj sa riju në social media, si sen e pa lidhe që bëj, ato ku muj me shudzu si kohë për me marë edhe me pregadit ushqimin. Se di që është njëna kërë pregadit ushqimin vetë. Edhe është fresh edhe gatun, edhe hanë është kejtë tjetër proces, është nga qitë punë kena bo, kena gatu ushqim me qindra e mira vetë si njerës. Edhe evreju në vetë jo majlum tënë. Kërë hanë ushqimin fresh, nuk është i procesum, edhe gatun vetë është
duket i kena pas 5 euro i kishëm krejt, ishëm 6 veta dhe mbet shumë gjallë dishqysh. Po, jena kanë shumë të lumëtun, që ajo kohë kanë koha ma e mirë, që kom përjetu na e herë kështu. Jena kanë të banesat e gjelbërta dhe ajo banesë kanë, po më duket i kena shkatru qatë banesë krejt, veç të eksperimente. Jena kanë shumë trend, shumë të smut. Po shpresoj që nuk po e shojnë pronarët e banesës. Jo, aj pronar, unë i kërkoj ndjesh, sinqerisht ati pronarët asoj banese, po më duket edhe ati forcianike, pa i ke që son regull, po nuk mund është me shtit 6 aktor me një banes studenta me banu bashk. I lutem, ma një damas. Një aktor, si të bëhen 2 është too much. Shumë. Veç për aktor. Ta tjertë, okej, nëse është një juridik, ekonomik, jenë ma të qikë. Po, kur bëhen bashkë, jena të rrezikshëm. Lëzim, po të flasim pak edhe për aktrimin. Të kemi pa shumë të angazhum, tash së fund me je me një serial. Zyra për punësim, e kemi fillu si komedi, pak si motër ishtë serialit Schengen Visa. Edhe ka mungu personazhi pak, me do ndryshime kuptohet, që është tjetër serial, po më ka mungu ajo komuniteti pra pasken. Edhe këthyma në fund me Rifat Smanin edhe Genz Berishën, edhe kejt ekipin aty. Këgja e kena një ambient mire, po besoj që tash dikur në është jena në epizodin e 5 në transmitim. Edhe jemi në YouTube, zyra për punësim, njerë që aty mujnë më na pa. E kom pa realisht që ka shumë shikueshmëri, edhe po përmendet në gjitha anët. Po, qysh ardh ideja? Qysh jemi kanë të nërë? E këto ideja kanë mati me bo diçka, po kena pos shumë edhe presion për njerëzve, hajde këthene serialin, mas ne jena s'moj shumë e këty serialin, deshtu me bo diçka të re, eksperimentu me provum qita, dhe është pak që kjo puna liberalizimit që ka ndodhë, edhe këgja fokusi edhe i punës tonë me besnikun që i kena ka të bëj me trajnime dhe me punësim, që është një farësi komplimenti i mirë i qasoj që ajmë të e bo, po mirë mi shumë me zhvillimin e punëtorve, edhe personazhi jam kuptohet është një prej aty në shefave që janë pak ma kopratës, pak ma agresiv, që është komedie, kuptohet. Edhe, po mirë, procesi këgja i mirë, po knashna. Si aktor, mos me bo qitë punë, unë e quj si diagnoz, aktori mos me aktru është si bot palju, ta një komedit, janë njës me shku mua në sen, nuk është mirë. Që ta shumë të lu, ta shumë regull. Edhe besniku i ka vrejt që edhe në biznes tash po jem ma mirë, ma i qetë. Po, a që se ki provu edhe besniku në aktrim? Po, besniku ka provu, ka lujtë në epizodin cëllën. Cilën ke lujtë? Jo, me zorë më ka shti gjithmonë. Eshte atër, ndeshtë në studio. Po, jo, veç një epizod, ma shumë. Po, se dhe njerëz më gatrojnë se unë e veç rime aktor, po aktor si janë, po ne i statis aty që vim pak veç me qëndru. Me mbush një vend. Po, që aty se ka dalë një spot i bjerë. Regull, pra, shikus të dashur, po vazhdojmë edhe me një pik muzikore. Për diri sa jenë të u bo përfundimet, po besoj që jem të e pa unë e Salmonin që është si gati, dhe pastaj dikthejemi bashkë prap, pas muzikës.
Faleminderit. Edhe një. Dhe ti në namen. Mos pypengoj diçka. Dhe që kështu kem të konsultu, për çështje se salmon nga ka dalë. Qysh? Po më duket pak, Kam folj. e keni pjek shumë. Ekspertja. Tja, jo. Po? Mos gati. Masa ne i lypa bënë unë të marrë do lullë të më që piren. Veç pire. Shpire për ty, s'ka kur që dhe pak s'panaq. E u skuq, ka shtu që shemë në i pisht, salmonim ka dalë. Jo, se mirë po doket. S'kom shumë pak kom durim, unë kur jem në kushinë kom që pak me kërku, si sa ne po këtu s'po gudzoj, se do të me bo dekorimin me sa e di në fund. Po, gjithashtu këtu i pasëm pasta sot s'pas kemi përdor andja, apo jo, po i shoj kemi pasta nga P&K, cilat mund t'i gjeni në ETC, janë shumë të mira. Zakonisht, Shumë të qeshme. kur të gatuj, pasta t'i le ofër nëse këtu çdo gjë dështon, pasta në safe, me shumë sigur. Pasta gjithsesi dalin të mira. Sidomos kur janë nga P&K, janë shumë të qeshme, nuk kanë qysh me dalë kësia. Une, diçka shumë shtuar dhe Ramir. Jem tranoja, tranoj shkjerë. Shumë, me zi po pres me i provu. Edhe Besnik? Era. Lujt era. Po në këtu pa afrona edhe të kandi i të jus, me ju të regu të gjithë shikuesve që po ma merë vëmendjen. Tash marrë që e kom qitë problem se s'kom qef me lujtë skenar, po shkoj ka kamermanat veç me alëshu pak erë spanaqit. Me beku pak hapsinën. Okej, shumë mirë, pak për juve dhe për publikun, me spanaq, është i mirë për shëndet. Që edhe këtu me kamermasat, ta gjithë mas kamerës, nëse s'hani, bile merë një erë. Falerja, ku mete diçka në skenar? Edhe juve, Po ma merë vëmendjen. Po, veç kësë është e ditë sa gjinohen, sa njeri të agjeru këtu i lujten. Jo, tash është Të kanë kry iftarin njerës, të kanë hongër. U kry iftari, veç pak se unë e vonë, tapi do uj. është kry iftari, gjithë po besoj që kanë ngrënë tashmë, edhe këtë recet, po 2 receta i kanë për nesër për iftar, për nesër, për gjatë javës, kur do që dëshirojnë, sepse keni me nga të rëgu në fund edhe që keni përgajtit. Kena harru me majsënime. Po, pa tjetër. Unë jam tek kandi të ju se lullzime që shto veç në dërprejnë. Që, pra bën diçka dhe vjen qëto. Po ju të regoj që ka, po besoj që ju kom të regu gjdo herë, dhe nuk mjafton me të regu sa të shishme janë këto produktet nga të ju. Ka pra raw mix që janë produkti më i ri, cilat unë tash po i provoj pak se diri sa të përgatitur të ushqimi ose janë në fund në ashtë edhe gati, po më duhet pak për energji. Gjithashtu ka edhe badem, fëstëk dhe shumë produkte tjera, cilat mundi mi gjetë me shumë çmime të voleshme, por edhe pra po ju të regoj që janë tepër të qeshme. A mos po doni? Po, valla. Hajde, mi ju jap pak Mi energji. marë, po dhe sham kritikon. Si s'po rriru urtë. Rrit në era, falemderit. Bofshin mirë. Shumë janë të qeshme. Qa, nuk ju harroj. Falë. Drejt me mbusha. Qit, shlirë. Bollë, falimderit, mjafton. Qa pak për ty. Andi bashk. Qore. Apo doni? O, jo. E ke meritu. Me shi pak? E ka meritu. Gëllëzime meritova salmonin, po thot Besniku. Pindajna kry për kry. Ani mirë ti nashta nuk je pjesë e jurisë. Se me të njofshëm që të të shku. E shku se dashur është koha për blokun e 2 të marketingut, por rikthehemi vetëm pas pak me i pa pjatat e përfunduara nga Lulëzimi dhe Besniku.
shikues të dashur, si që përshiet edhe atmosfera këtu në studio, është fire. Muj me thojnë kështu zjarë, se krejt janë disponim. Edhe jemi rikëthy pas blokut të 2 të marketingut, edhe po du me përmend se këtë studio po e bën shumë ma të bukur edhe dekori nga 3D Deck and More. Por ta shumë po isha edhe mysafir tanë që janë përfundim të recetave, edhe po shkoj atje të Andi, deri sa përfundojnë pjatat komplet. A keni diçka mishtu? Jo, kur gjithë tash për Qëto pse i ki bo kështu? Në me për pak. Po mendova që atë muzikës kanë performu e kanë kallë krejt, edhe ju kanë hargju karbohidratet. Hajde. Ja u kthejmë energji. Bash po du me pa se api pëlqen. Shine janë i mirë? Veç pak se ka arru, veç pak. Aj, veqit janë. Loç që është të bëjavë reshk. Bravo, Besnik. Wow. Së mirë. Edhe treta për vetja, Po, normal. Mysafirët që vinë në emisionet e radhës, marrim se. Okej, shëmbutyrem. Ky lloj bakshishi pranohet. normal. E ka rresh. Brigeta numër 1 në botë nga Podravka. Edhe ta shumë përshkojto Andi për atona se duni me ardhë me i prezentu pjatat. Andi po do këtë shumë entuziast. Po, ka shimet mira. Unë jam të këndi Premium Bakery. E ta shumë dorë kënd bukës fshatit, cilë mundini me gjetë me qmim shumë të arsyshëm prej 89 cent, janë 5 copë, cilat mundeni me përgadit në shtëpit e juaja. Mos me shku me prit në furra 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta, se po bëhet rendi goxha i madh për iftar, mundeni me i blej, me i përgadit në shtëpi pak para iftarit, për 5 minuta kryen, edhe hani iftar me bukë të nxehtë edhe shijani shumë. Por gjithashtu nuk muj pa e përmend edhe këtë bagetin tepër të shishëm nga Premium Bakery, i cili po shitet edhe në Austri. Tash para mendoje prej Kosovës në Austri shitet, e ju mos me e blej. Unë e blej edhe për vetin shpe, edhe të knaq. Urna. Që është hera parë që përshat të shto. Kjo është produkti më i ri cili mund të gjeni në Premium Bakery, është tart me mollë. Po ka edhe shije tjera, janë me fruta mali edhe me vishnje, po janë tepër të shishme. Unë i kam provu edhe nuk i ndroj. Provoje pak, as po do mi aprish ushqimit. Provoje. Me veç për rujë qëta, për masnej. Shumë është të shishme. Hajde, okej, masnej. Kena më hongër. E ta shëshkua, a i një gati, Gati? po i thirim, edhe mysafirët, cili po vjani pari. Gulli ka të bua ma abet e pe kryune, sa s'mu kaftof. Okej. Okej. Të ja prish pjatën. Jo, se s'bajnë. Nuk boj me hile këto. Jeni mu knaq të hongër e vërtet. Në kjo është një salmon. Shumë e shishme Të pjekën me shumë dashni, në furë ka dale. Okej, Të shumë tjerat bukur. veç ajnalt e din që ku bo. Po e provojnë. Pa për nga të regëm pak tash të provuna, une me E salmoni është për fërgu, më thonë, furë, temperaturë mesatare ashtu, ka pas pak hudër, pak vaj, edhe tani langu i salmonit është bo me lemon, me pak ujë, dhe më thonë, me lemon, lang lemonit, pak bater, edhe prap po thojmë hudër, e këto brokoli, perime tjera, dhe më thonë, njën zi, edhe tani se kam shkon lang goja kër për shpjegaj. Njën zi dhe pak im fërgu, pak. Unë s'po di, a me marrë pjatën edhe me ik dika me shef këtu. Mos e te pra, haje pak edhe të thonë që dromi. Mire, se salmoni i Se sheshëm. shumë e shishme, shumë e shishme. Po të shojmë edhe lullzimin. Rotoro. E bëjt madhe. Tada! Do avull, të rëram. Ky salmon është Unë e thash ma herë që po më do këtë shumë i pjak më falë. Po, ty falë. a duke Jo, rreth. drita publike. O drita. Shumë i mirë po do këtë edhe kjo. Andi? Apo e provoni pare? Hajde, okej. Që të përmdo këtë kërpikëshyri të hongër se aty në gjama, dhe në kërës këshim pare.
vetë, tani me sjellë këtu. Po më Ede pjatat opinioni juaj i sinqert. Po unë anë ka pjesa furrës, më bo se i ruan ma tepër ruat salmoni. I ruan vitaminat ma tepër, është ma i butë. Nuk është pjatë kjo që nuk bën, po... Nuk është që nuk bën. Do unë ka furra për shkon. Unë anë nga përgatitja furrës. Unë nuk jam eksperte si ande, po dyat po më pëlqen s'po moj. Nuk moj me ndo, a bën? Mi dasi me i vra. Mi dasi Po se Luli si ka punu furra, për që ta ne ka bo në alt. Jo, ka po se për ndryshe, kjo është... Veç unë anë ju kalzova dhe arsye, se? Është ma mirë më bo në furrë. E që unë për shembull dhe ku bo në furrë, po më pëlqen më shumë ajo. Crispy, po. Jo s'ka fajn, se në furrë për shkak se sillet që aty aroma nuk hup kur gjë, po më duket sikur që aty shtetet edhe është pak ma tender, ma i butë, po supozoj kur është në furrë. Kjo për ata që s'kanë dhëmë, vedin? Shefi tha gjitha une, po më pëlqen shumë dyat, nuk moj me ndo, kështu që... Mi dasi mi vra. Shumë shëndort. Faleminderit. Ju këzdofshe edhe faleminderit që na ke ndihmu. Na ke orientu tash salmonu në sot prapë, të shpia. Njëjtën me përgatit. Faleminderit shumë që ishtë pjesë e emisionit. Faleminderit. Dhe shpesoj që keni kalu mirë edhe jeni knaqë që jemi knaqë edhe ne këto, sepse na keni pru vërtet një energji shumë të mirë. Jena knaqë, faleminderit për ftesën, faleminderit mjeshtër, edhe faleminderit ekipit, edhe muzikës atje. Ja, bash. Jena knaqë. Faleminderit. Trugitje përsëri për duon tonë fantastike. Edhe ju presim përsëri, pse jo, edhe me na e recet tjetër. Mundësisht vishë edhe me nalon me hongër ma shumë. Mundëri me hongër tash. Na shta vina me ushqim pregadit gatshëm prej shpis, këto hasdër, diçka, edhe tani edhe diçka për. Edhe me të shpisi, marrin me qatë harç. Edhe na e mbëlsir. Po keni edhe tart, mundeni me provu. Yes, perfect. Kto që gjitha i kemi këto. E shikues të dashur, kjo ishte e tëra për këtë edicion të emisionit Pasion e Profesion. Shpresoj që jeni kënaqur edhe ju duke e shikuar dhe keni mësu nga këto receta sot. Dhe unë dua ta falenderoj Podravka, e cila mundson çdo herë realizimin e këtij emisioni. E ne shihemi përsëri bashkë të hënën nga ora 19. Mirupafshim. Të pru. Shkojmë. Vet. Shumë e shishme. Qëta për akri. Ky emision mundësohet nga Podravka.